Sheshi i Tetovës kishte marrë pamjen e lulishtes, lule për çdo shije. Zakonisht kjo pamje paralajmëron ardhjen e ditës ndërkombëtare të gruas 8 marsit. Moti i mirë dhe me diell, oferta për plot me lule, kanë shtuar bukurinë në pjesën qendrore të qytetit. Dielli mbase nxiti dhe sythet e para të pranveras. Por, teksa autoritetet dhe shoqëria civile thonë se në këtë 8 mars kemi shumë pak arsye për të kremtuar, kjo datë simbolizon përpjekjet e vazhdueshme për të shfaqur kujdesin dhe respektin për gjininë e bukur, jo vetëm për një ditë të vetme, por gjatë gjithë vitit. Sheshi i Tetovës ka marrë një pamje tjetër, pamjen e luleve. Për ditën e 7 marsit dhe 8 marsit qytetarët mbase dhurojnë edhe lule. Por për të dhuratave simbolike dhe luleve, sa kujdesen dhe i respektojnë qytetarët, nënat, motrat, bashkëshortet dhe mësueset. 7 marsi dhe 8 marsi mbase janë datat ku nevojitet të reflektojmë. Po, si shoqëri duhet të reflektojmë. Televizioni Koha pyeti qytetarët nëse burrat dhe gratë në vendin ton kanë të drejta të barabarta. Tetovarët mbase din të japin dhe përgjigje interesante me përplot kreativitet. Tash është bëhë dhe këto si në Evropë. Tash pak me i folë, shoqës diçka më njerë thot mbille. Tash o se më njerë thot lejmëroj. Tash është ka ardhë koha tjetër, nuk është. Ne mendojmë gjeneratët tona që kemi qenë, në arsim që kemi qenë, ne mendojmë se tash shumë kanë për drejtat e ka në shalë. Si mbas fëmijëve, nona është për 8 mars, buri i përket simet në i farë datës qete si mësuesit që ja urojnë 7 mars. Pa. Duhet të kesen, po dokun nuk duhet të kesen. Se dokun gjuhet të pronë te, për në ata nuk duhet të kesen. Me pas, majnë duhet të sënë barabarta, jo se nësë legjitore, nësë me feje, nësë me koran, nësë me liqë, duhet të sënë barabarta, maj po dokun e ne të projnë pak, po e në gratë të projnë dokun pak. Po jo, s'ka dritët barabartë. Barabartë, ka edhe burra që nuk kanë drita, po ka edhe gratë që nuk kanë drita për burrave. Dhe më thënë, nuk jenë salë një palë. Të një palët janë qëtash, aprish koha më. 8 marsi vjen në kohën kur vendi përballet me shifra të rritjes së dhunës familjare, ku viktima paraqiten gratë. Rasti i fundit në Karposh të Shkupit duket se ka mbushur kupën. Në ndërkohë, statistikat për dhunë familjare në vendin ton janë alarmante. Në vitin 2025 pati 6 viktima, ndërsa këtë vit deri në mars 2026 tashmë ka 4 viktima.